Para ditën e së mërkurës, presidenti i Republikës Bayram Begaj zhvilloi një takim me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Nancy Van Horn, takimi i cili zgjati më shumë se zakonisht, nuk u shoqërua me një komunikat as nga presidenca dhe as nga ambasada amerikane, duke lënë të hapur spekulimet për temat e diskutuara. Vizita e diplomates amerikane ndodhi në një kontekst të ndjeshëm politik, pasi vetëm një ditë më parë kreu i shtetit kishte marrë nga qeveria vendimin për shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj, si dhe kërkesën për dekretimin e zgjedhjeve të parakohshme në kryeqytet dhe në 6 bashki të tjera të vendit. Vendimi i Këshillit të Ministrave është kundërshtuar nga vetë Velia, i cili ka depozituar një ankim në gjykatën kushtetuese. Sipas argumenteve të tij, interpretimi i ekzekutivit se ai është shkarkuar për shkak të mungesës mbi 3 muaj në këtë detyrë nuk qëndron, pasi kjo mungesë lidhet me masën e sigurisë dhe nga gjykata dhe jo me një vendim të tij të lirë. Në këtë situatë, vëmendja është përqendruar te gjykata kushtetuese, pasi neni 115 i kushtetutës parashikon se çdo vendim i qeverisë për shkarkimin e një të zgjedhuri vendor pezullohet automatikisht në rast se ankimohet brenda fatit ligjor deri në një vendimmarrje përfundimtare nga gjykata. Takimi Begaj Van Horn në këto rrethana shihet si një sinjal interesimi të partnerëve ndërkombëtar për krizën institucionale që mund të shkaktojë ky precedent. Tashmë mbetet për të parë nëse presidenti do të presë përfundimin e shqyrtimit të në kushtetuese apo do t'i hapë rrugë dekretimit të zgjedhjeve, duke vendosur kështu në qendër të debatit politik.